qeveria të ketë vesh, të ketë sy, dhe këtu jemi për probleme ekonomike, sepse a rrugë frenon gjithë prodhimin të gjithë këto familje, gjithë ky fshat shikojnë me kuror ulliri, në qoftë se në kohën e sistemit totalitar kishte 3.000 rrenjë ullinj, sot ka shumë fermer që i kanë 3.000. Mirë po, edhe asaj grykës lartë i shkosh, është komplet cop rruga, dhe prodhimi ngelet atije. Ngelet në arë, se s'ka si ta Ngelet marrësh. atije, ose do merret me kosto të lartë, në qoftë se unë kam një hall të dalë të autostrada, do marë një që ka makinën, edhe do 10.000 lek tani ai, në mes natës do 50 ai, se ngelet edhe Për 2 atije. minutë, për 2 kilometra do 10.000 lek. 10.000 lek. Po qa fitoni ju, qa i fitoni Po ju? qa fitojmë, duhem të shpëtojmë jetën, duhem të shkojmë se ndodhe mira, ndodhe keqa, dhe njeriu nuk rron vetëm, dhe të gjithë mirëqenin e një populli e përcaktojnë marrëdhënë prodhim. Me këto kushte po ikin terë. Po shikon, qyet 80 vjeçari e ky tjetri 75 e unë 60 të ikim. Pse? Se nuk ka kushte. Dhe duke ikur ta lesh shkret këtë vend, ku ka Kjo gjithë ky bereqet, vetëm mullim sa edhe ka. çdo gjë. Prandaj, qeveria të dëgjoj mirë. Okej, Dhe drejtoju të bëj ande nga drejtësi. kamera. Është atje është kryeministri, hipotetikisht, nëse do ta kishe Hipotetikisht, kaq afër. Edvin Rama bëj zhvillimin e rrugëve urale në qendra administrative Sakran, Po? të fshatit Fshati Gojshov, të lagjes Dautaj që të lidhet. Edhe rrugët e tjera, se këtu është një kuror e papar ulliri. Ulli, cilësor, punëtor, njerëzit Edhe me nam ulliri me juaj. nam. Dhe mos të merret në ata. Po, deputetët e vërtet e vinë ata, vinë kur aprojnë votimet. Qoftë të maj, qoftë të djathtë. Mirë po, në qoftë se do flasin do njeri, dhe njerëzit janë kollajore. Vajta unë atje të kapë kështu e pe, lecke, paske edhe zë edhe flet. Të vitë bej. Në qoftë se të shkoj të qendra administrative, në qoftë se këta nuk janë taksa pagus të rregullt, jo vetëm kështu ta lej rrugën, po të vitë t'i bej gropa. Ta gjithë, se këtu 2 muaj të lesh dritët pa paguar, vjen ati ai, prap. 2 muaj të lesh taksat, 1 vit të lesh taksat pa paguar, ka shërbime sociale njeriu, për fëmijën, për vete, për vërtetime nuk t'je pas njeri. E kuptoj. Ne duam vetëm rrugë të kemi zhvillim ekonomik, zhvillimi politik edhe karrikën të mbajnë ata, po thyrësin e qafën. E kuptoj.